Selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, mi mbrëma dhe mi së takomi edhe sonte në emisionin të njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktues për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë të cilët mund të bëjnë pyetje qoftë me SMS apo dhe duke bërë thirrje përmes numrit që tashmë keni në ekran. Selamu alaikum isere. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë pa humbur kohë do shkojmë me një pyetje të parë që arritur përmes mesazheve ku thotë selam aleikum. E kam vajzën e vogël 6 vjeçare, a më lejohet me ia prek flakët dhe me dhuru donacion për fëmijët që kanë kancer me përdorur si formë peruke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun dhe salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën aty burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj dhurimi flakëve, qoftë nga të vegjëlit, qoftë nga të mëdhejt, të tjerëve nuk lejohet. As shitja tyne, as dhurimi tyne. Kështu që fëmijët tanë të flokëtja përren, por nuk e dhuron askon, nuk e dhuron askujt, e hedhë bërlëk që hedhëm në flokë tonë. Nuk bën, ja dhuru askujt flokët. Vazhdojmë me një mesazh tjetër ku thotë selam aleikum, punoj pra apo kemi telefonat? Japim përparësi telefonatës. Alo? Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Komunikoni vetëm përmes telefonit, ndalja zërin radios apo televizorit, ju lutem. Selam aleikum. Aleikum selam. Dashna me pyet hoxhën, nana është e vjetër, nuk është mirë me shëndet. Po. Nuk mundet me agjeru Ramazanin. Sa pare duhet me dhon për me pagu Ramazanin? Në rregull, faleminderit. Ju përshëndesim. Selam aleikum. Dashna me pyet hoxhën. Allah të ruj ty, e nanën tonë, tonë musliman dhe, dhja Ramazani, nana jo të kam nësjet një 50 herë vdes. Oj, musliman. Larga Ramazan, dhe në Ramazan sa njeri vdes. Po dhe qohet, forcohet, dhe haqërën. Sa njeri ka qenë stëm dekes, është qohë forco. Ka punu, ka gjallnu, ka jetu halegat. Si dhije. Në gjithate, nëse dënë zote nana pret Ramazanin, edhe në ka mundësi me agjeru Ramazanin, atëherë paguan për gjdo dit nga 2 shujtje mesatare. Nga 2 shujtje mesatare. Gjdo dit nga 2 shujtje mesatare, mesatare që ka njët një pëntor bukë. E që bie, nashtë e bie 6 euro në ditje. Po flasë për standartën e Kosovës. Nashtë e bie 6 euro, 7 në ditje. Herë 30, 150 euro. Me dhonë pak më shumë është me mirë. Kaq. Por, krejt kjo kur dje Ramazani. Po. Inkuadrojmë telefonatën e radhës. Selamu aleikum. Selam. Aleikum selam. Seni, ajnë e mirë. Mirë, faleminderit ju. A bon hoxhës një pyetje? Po, jeni drejt për së drejti, urdhëroni. Po. Dashta me pyet hoxhën për shembull, sana që ha, për shembull mesh ose diçka tjetër, po për shembull ai sana është që edhe me ditë, për shembull e din që është e ka vjedh për shembull personi ose nuk e din, tash të dyja për pyetje për bëj, është haram ti që e pagun me pare, që e di që është për shembull ai sa një vjedh, o më është sa që hahet, është haram
ama normal unë e blej me para ata, përdem. Kështu. Rregull, faleminderit për telefonatën. Selam. Do të merrni pas pak përgjigje. Shqeqa, pyetja shumë e mirë. Allah shpërblyef, ndëgja mirë. Kjo le të jetë këshill për krejt ata që cilën dëgjojnë. Shumë herë ndodh ku dikush shet mall të vjedhur. Sepse shqiptarët me shëmiz vjedhin. Allahu i drejtohet dhe Zot. Po, shumë vjedhin shqiptarët. Allahu i drejtohet dhe Zot, Allahu i drejtohet dhe Zot, Allahu i drejtohet dhe Zot, se është ves shumë i keq. Shumë i keq. Është një ves që dëpërton gjake dhe zërë ka me hjek insani. Zërë ka me hjek. Është e keqja e një, shumë e keq është. Aq është e keqja sa që është njëri në veritet, veç me folë për te. Në vjedhje s'ka sen të mirë. Nuk ka sen të mirë vjedhje. Parja është e mirë, por në momentin që vjedh, dëshysh në i, sikurse edhe parja bëhet e pist. Edhe bëhet e pist, për në aspekt kuptimor jo real. Edhe në shpirtin të nën vetdijen tane të ndin se nuk është në rregull kjo parë, kjo mall që ke vjedh. Pra vjedhen njerëzit dhe qesin me shit. Tash të si blers, ose e din që ai mall është i vjedhur, ose nuk e din. Nëse nuk e din që mall është i vjedhur dhe e blen, nuk e ke ditë në rregull, s'ngarkan Allahu atë që nuk e din për te mundësisë tane. Nuk i dim në të pësheftat. Por nëse e din që është një mall i vjedhur, e ki haram e ble. Aje ka haram që ka vjedh, e ka haram që e shet, e ti ki haram që e blen. Për disa arsye. Arsye e parë. Në katën që ka vjedh është më kato haram veti për ato njerë. Por ajë zëtënia, hajni. Po e shet mallin e kujt, vetën atë hujit, të hujin. Mallin e huj nuk e të drejt me shit, sepse prej kushteve të shit vlerjes është me qenë pronari mallit. Të së në shet mallin tem, asën s'me shes mallin tanë, të për me shit një mall dhe të me qenë të pronari tina, eventualisht me të autorizu dikush. Për ndryshet e mallin e hujsën e shet. Andaj, a i ka shit një mall, e shet që asë është i tina. Për e blen një mall për dikuj që s'ka drejt me shit, dhe kontrata është rënuar. Se kontrata nuk është legjitime, nuk pranohet në shariat në fiqh. Nuk pranohet në mërën në ligjë islam, kontrata anullohet. Pastaj, ti për ndihmon atina në haram, për blen një sen haram, për ndihmon atin për hap haramin, me forcohet në haram atë, pëse forcohet e kërë shet. Edhe këtu të shën hindi edhe ti i pjesë mars, artak në gjona, sepse Allah ka thonë, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ndihmoni njëri tjetrit, në punë të mira dhe në devotshmëri, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, por mos ndihmoni njëri tjetrit në gjuna dhe në armiqësi. Në çdo punë që është haram dhe është armiqësi, mos ndihmo, edhe vllahun e paç. Qysh ndihmon hajnit? Andaj ki haram e ble. Se treti ki haram e përdor atë. Me hongra, me pisë këtha ushqem, me që të shpia. Qysh ushqen të fëmijët e tu me nisan që është haram. Por haram e sjell ka ardhë të ti për din. Në ka ardhaj pa dijen tane.
ka arë me dijen tonë e harami. Qysh është qenë fëmin ti me te? Qysh është qenë fëmi, qysh është qenë vetën të me një malë haram? Andaj është haram e ble malën e vjedhur. Malën e vjedhur është haram e ble. Ndash le tjetë ushqim, ndash le tjetë është mbathje, ndash le tjetë teknik, qka do qoftë. Malën e vjedhur me momentin që e mërvesh se ka vjedh malin, do të me thonë atina të marrëv të zoti. Ti ka këj marrun. A s'ke frikë Allahun? S'ke frikë Allahun? E vishkan e vjedh njeriun, edhe shet malën e vjedhur, me ndënë që ta blejun ty malën e vjedhur. Pëndohet e Zotë, këthea malën njerit. Pëndohet e Allahu. Po. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Valeikum selam. Deshta më bëj hoxhës një pyetje. Ordnani. Para 2 vite na ka ndodhur se burri e ka myt motrën tem, edhe elhamdulillah motra u konë udhëzuar, u konë ka fal namaz, ka xhiru, ka dhënë sadaka, domethënë, edhe i ka 4 fëmijë, po këta 4 fëmijë nona jam ja këtyre. Veç deshta me vetë hoxhën çfarë dënimi ka të Allahu. Pyetja jam ç'kjo ke. Çfarë? Dënimi ka të Allahu. Dënimi që ka mbyt gruan, po. Motrën ma ka myt, domethënë. E që ka pasaj? Gru. Gru, po da. A grunëve të ka myt? Grune Po, dhe më thënë motrën, Londre ka myt motrën teme pa të myt, para 2 vite e gjysve këto në Zvicër. Uf. Në rregull. Eudhu billah. Faleminderit shumë. Natën e mirë, selam. Telefonatën, selam aleikum. Eudhu billah, eudhu billah. Kje ka pas motër. Eudhu billah, mëruna zat, eudhu billah. Eudhu billah, me në shëjtanë rëtë, mëruna zat për drejtë malkuar. Mëruna zat për drejtë malkuar, shkan drejtë malkuar. Dhe i fryne njeriu të nërvazan, desa të adhez. E pasaj flet e veshje, flet në atje. Mshaje, berje, mëte, deri sa ta shtyën robin, ta bëjmë katën haramin, vrasin. E pasaj këthejt e thëtë që bane. A përshet që ka bane me synë, balë që ka bane. Ta shmënojt me shtikëtë me mytë vetën. Nëherë shten me mytë ata, tjetërën, ta në shten me mytë vetën. Që kjo është iblisi mallkuar, kjo është shejtani mallkuar. E çfarë gjunahi ka, këtysh çfarë gjunahi ka? Ka gjunahi motër, gjunahi në vrasje se besimtarët pa hak. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Ajet është i qartë se ai cili mbyt një musliman apo muslimane qëllimisht, gjezaja ndëshkimi për të xhehenami, kunit edhe tjetë për gjithmonë, ndaj tij është hidhuruar Allahu shumë, nuk ka për t'i folur, për t'a falur, për t'a spastruar për gjunaheve, dhe për të ka përgatitur dënim të madh, të rënd, të dhimbshëm. Allahu na ruaj. Vrasja është mëkati më i madh që ka mund të bëhet në tokë pas shirkut. Në raport me njerëzit është mëkati numër 1. Në raport me Allahun, mëkati më i madh është shirku. Me adhuru dikën tjetër pas Allahut, me mohu Allahun azza wa jall, me bo kufër, me bo shirk. Kjo është mëkati më i madh. Kjo është mëkati më i madh. Në raport me Zotin. Pra është me madh se alkoholi, me madh se sa mishi derët, me madh se sa çdo mëkat tjetër, me miliona herë. Kufri shirku. Ndërsa vrasja, në raport me njerëz, vrasja pa të drejtë është mëkati më i madh që mund ta bëjë robi. Për atë ditën e Kiametit, në raport me Allahun e madhruar, sen e parë për të cilën pyetet robi është namazi. Ndërsa në raport me krijesat e njerëzve është gjaku,
e ke durt me gjak ajo? A i ke durt me gjak? Po që se nuk e ke durt me gjak, s'ka vra s'kend, në raport me njerës, në raport me Zotin, namazin e ke kry, e ka levo këtë provim, tënë në tjera të ki ma letë, në ditën e kiametit. Allah në rujtë ja Rabbi. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një dy pyetje për hoxhën. Po, Elhamdulillah për Zotit, po e pres me fëmijën e tretë tash. Pyetja kishte më qenë që lindja ka më bo me operacion, edhe unë e borti shamijen, tash të kur t'kim në operacion aty do të hek shamijen edhe do të mi vnu ato kapelat që i kanë këtu dhe mi vesh ato këmishat. Edhe ishta me betë hoxhën që shmu me vepru në këtë rast, se do të është në diasporin e për shamin me hje në salë të operacione. Edhe pyetja e dytë është për nanën. Nana nuk falet rregullisht. Gjen arsye gjithmonë jo s'po moj, jo po lullna, dofti din krejt. Edhe në Ramazan falet rregullisht. Krejt kohët i fal në Ramazan, jashtë Ramazanit gjen arsye. Edhe një ditë në Ramazan i thash, ojnon thash inshallah kur të vjen dita për me vdek, thash vdes në Ramazan, thash e bile shkon me namaz, edhe ja nisi me kesh, tha shumë mirë, tha po muran. Edhe që tash mu ka bo marak që pse i thash qashto, se non stop tash ti po rritë të e përmend që shumë thahet, që shumë thahet. në rregull, telefononi nga diaspora, po? Natën e mirë. Natën e mirë, nejse. Sepse është shumë e rëndësishme të pyetja fare se në Kosovë nuk ja hekin mbulesën shamin. Ku se hekin? Gratë kur shkojnë në lindje, zakonisht nuk e hekin shamin. Pra që bëm në operacion, nuk hiket shamia. Ka të pyeta në diasporë, po ta shëpat kjo, atja hekin. E po diasporë. Në diasporë dëgjia po thotë sepse. E hekin po i qet në farë kapuqen, në farë diçka e qesin është. Është ai të dukshëm zakonisht, që është ai farë pjesa këtu. E kja thë të të minë operaciona? Mundohë sa të mund, është mjetu të Zotit. Fattakullaha mastata'tum. Të të një Allah sa të mundeni. Dhe pejgamberi Zotit ka thonë sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kur ju urdhërojmë për ta kryer ndonjë farz, bëjeni atë që mundeni. E jeta nanës, jeta bebës është shumë e rëndësi. Është në rast domosdoshmërie, por do të më bëjë çmas që floki më mblu edhe pjesa e gjoksave të trupit atë sa ka mundësi. Dhe mjekë zakonisht i mlojnë. Zakonisht i mlojnë në operacion për pas qatë pjesë që ka nevojë me bë operacion që ajo zbulohet. Pjesë të tjera janë mbulojnë. Allahu të letoftë i motër. Që është e të tjera për namaz? Po inkatojmë telefonat, pastaj kemi... Selamu alaikum. Apo dëgjohemi telefonata? Alo. Po? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Alo. Po dëgjojmë dhe komunikoni vetëm përmes telefonit, jo përmes radios apo televizorit, ju lutem. Desha me bëni pyetje, a jemi live? Po jeni live, urdhani me pyetjen? Jemi 4 vetë, po jemi fal, nuk e dishim kibla ka është, po jemi fal nga jugu, a prish shumë punë kjo? Nga cili vend? Assalamu alaikum. Nga cili vend jeni? Jugu. Nga Shkupi. Nga Shkupi. Po, jemi më bë. Klaj trujt. Në rregull, selam aleikum. Po bëjmë një pauzë shkurt, në fakt kemi kohën e marketingut dhe pastaj kthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën tjetër të këtij misioni që ndronë me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri. Është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi.
Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovisalbini.ch. Albini Auto, ne i kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit, edhe më tutje linja telefonike është e hapur për të gjithë shikuesit e RTI-s. Atëherë motra pyetjen e dytë të saj thotë se nona nuk falet rregullisht, falet vetëm në Ramazan, i falet thotë 5 kohë të namazit, i din surët, mirë po e thotë për pritoj s'kam kohë. E kia ka bën një lutje dua për tonë që inshallah fillon me fal namaz, shkon lula në xhenetit diçka të shtu thani se s'po gabohem. E tash i kam diçka si marrë këtë çështje. Allah e drejtoft nonën tonë o Zot, se nona jote është demelic. Kjo nona është demelic. Se plot nona tjera, po demelic e kjo, edhe plot baballar tjerë. Çka do më thonë, do më bërë rrafsha? Qysh s'pamoj? Në Ramazan po fone është Ramazani s'pamoj. Po thujmë ka hiku për mua ka hit demelia në pleqni. Dhe për që di shumë pleq rëndohen. Për që di kjo punë dhe është shqetësim për mendimin tim, është shqetësim i madh. Në vend se robi të plak, sa më shumë të bo vjetë, sa më shumë e përkushtun din, e me falë namazën natë. Jo namazën ditës nuk diskutohet, namaz dite, po më që namazën natë. Për shdo natë, para do ditën a desh një namë, një shokut tonë. Edhe pas taj në të pauna i përna thëtë, dhe atë që kanë fetare, sa që ka 10 vite mas pakti, në ora 3 të natës, verë, dimen, të që, duke zgjuar me falë namaz natë. Gjithë. Me tani të nejtë që derin sabah, me vritë sabah, me falë, me bëdhe dhekere, dikur tani me ra me fjetë. Aje non o pregadit për ahiret. 10 vjetë i kanë shku, për se vapët kanë mitë. Të dekin për besan. Qysh nuk falesh? Në Ramazan po, jashtë Ramazanit jo. Ose, her falesh, her nuk falesh. Qysh kënë kjo pungështu? Qysh kënë kjo pungështu? Kur do më falë? Kur dënë më falë? Kur? I ke bo 70, i ke bo 80. Kur do më falë? Kur? A dhe të me lëdhë krytë robi. Në vend se me qërtu vetë vetën, me thonë kuku për mu. Mira o në mira. Pak po bëj për Zotin të. Pak. E me vetë, qa me bo ma shumë? A mëj me falë na file natën, a mëj me falë na file ditën, a bën me ngritë të spi. Mësëm një oju njerës, sepse dekin e kam afer se këmishën dhe teshen në trup. Mësëm një ju njerëz, mësëm një që ka të bëjt, se më ka rëgolla dënjas. E pat për mu dënjaja. Po nëvo që ka përnëvon për dënja mu. Unë do të përnej për ahiret, këto vite që më kanë met, apo këta mu e po këta ditë se nuk e dime sa kem dekin. Kështë që nana jo të dëmelis, pasha Zotin, Allah drejtohet të Zotë. Po. Ky vëlla nga Shkupi tha, kemi qenë 4 persona, kemi falë namazin, po jemi këtu nga jugu se kemi ditë. Shqiqa, këtë duke folë ma kujtaj një rast, ku disa sahabë kanë qenë në natyrë, në rrugë, në udhtim, dhe kanë qenë errësirë e madhe. Dhe nuk e ndok yjet, se me yje e gjenë kiblen, nuk kanë mujtë më orientu. Pase nuk kanë mujtë më ra një goj, a këndej, a është ande kibla.
dhe e në falë në drejtime të ndryshme. Dën atane, dën kitane, dën atane, kështu më radhë. Pa e di që për falë në drejtime të ndryshme. Të nesër, me në kanë kuptu se kërkasin falë. Apo kërkon s'kanë qenë në një drejtim. Dhe kërkosh nuk është sigurt që o falë drejt kibles. Dhe bëhen marak shumë. Dhe një Rasulullah e në bëhë shumë marak. Për namaz, e Allahu ka zbritur në lidhje me këtë rast, ajetin kuranor, vëma kanë Allahu li udhia imanekum, Allah nuk ka humbi juve namazin. Nuk ka humbi Allahu namazin. Ka thonë Allahu, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Zotit është lindja dhe perëndimi, ka dëshirë të kthejnë ndekjen e Allahun. Robi dohet më përpjek me gjithë kiblen, sepse kena farz. Më këthi për kibles, për qabës. Dhe është për kushtet namazit. Andaj më përpjek është farz. Mja qëllu nuk o farz. Më përpjek o farz, me lyp, mja qëllu nuk o farz. Sepse në kundërtone nga një mja qëllu. Andaj nëse e lyp kiblen, dhe qëllën në regullë krejt, për nëse e lyp kiblen dhe gaban, shofim, a ke pas mundësi me vetë dikend, a nuk ke pas. A ke marrë të gjitha masat e nevojshme për me gjithë kiblen? Po, ka marrë. Në rregulla, namazin nuk ka nevojnë për sërit. Për shambull, hale më qartë, këta 5 vllaznie për 4 që ka qenë në rrugë, te në falë për jugut. Nëse kanë pas dhe kanë afar aty, dhe kanë mujtë me pyet me thonë, tregana ka lindja, ka perëndimi. Tregana ka është lindja perëndimi, nëse është edhe jo musliman, nuk e din ka kibla, po e din ka është lindja ka perëndimi, ose ka veri ka jugi, e pas ta i drejtohesh mes jugit edhe lindjes për afërsisht. Nëse keni pas kanë me pyet dhe se keni pyet, atë namaz do të bëj kaza. Nëse nuk keni pas kanë me pyet dhe jeni përpjek me qëllu, por më pas e keni kuptu që se keni qëllu, namazën nuk ka nevoj me përsërit, namazë është tamam, inshallah ta'ala. Përdojmë telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Po dëgjojmë telefonata. Kemi telefonat, apo e kemi në linje, për nuk po dëgjohet. Po presmi pak, apo ka ikur. Në rregull, po vazhdojmë me pyetjen tjetër me SMS, ku thotë jam pra jashtë në Gjermani dhe punoj në sigurim. A më lejohet këtë rast me punu me rujt tek lokale që shitet ndër tjera produkte ushqimore dhe po ashtu edhe alkooli kështu më radhë? Në për lokalet, supermarkete të tilla lejohet me punu së roje, ashtu si lejohet me punu brenda në to, sepse ato ka halal e haram. Halal është më shumë se sa harami, dhe ki zërë me i komplet tërsisht harameve. Andaj, ka dallim kjo prej sigurimi një vend ku është haram, krejt haram. Si fjalla vije kazinat e natës e të farë, faqet zeza që ka jenë diskoteke dreqe ku diun, ato është haram, sepse ato haram krejt, ato s'ka sen që është haram. Peaz dhe rëgjë është haram, andaj është haram edhe të menet aty, me veç menet ofera haram, veç me hit atë mërana është haram, po të dera është haram. Dhe atë rësk, atë dare që më rëki haram, do të më ikë për aty ytë. Kalojmë tek telefonata tjetër, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Po të një pyetje për hoxhën. Urdhna ne. Se një ditë kom telefonu, më tha, ku ke pak nervoz, dhe tash jam pak ma qetë, Allah e rujt. Deshta me pyet hoxhën,
kur jam në udhëtim. Po. Nervozim kanon atë, cilën e ka nervozim? Jam, hoxh, je bo viral me një pyetje, po ma bë hallall na shta kon pyetja me pak e keqe. Çka ke Desha me të pyet për namazin. Jam në udhëtim, për shembull, shumicën e rasteve jam mbi 80 km, 100 km. Edhe për shemb sa hoxh? Spotni, vazhdo. Ka ndërpremje? Tash apo më dëgjon? Po ju dëgjojmë, vazhdoni. Jam 80-100 km ashtu, po për shembull e kam drekën edhe ikindin. Po ka raste kur drekën s'u ne falin vend që duhet. Muj me morë është avdes, po është pak pa përshtatshëm, po jam për shembull mbi 100 km. Kam drejt me bë drekën edhe ikindin, me lanë për shembull kur të më rrinë në shtëpi me fal në kohë të ikindijës. Për shembull, më rrinë në kohë të ikindijës unë në shtëpi, po s'muj në kohë të drekës me fal që duhet. Ndoshta kisha fal, po jo shumë rehatshëm. Kur jam në udhëtim mbi 70-100 km shembull prej vendit ku banoj. Kjo është pyetja jam. Në rregull, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah ju. Mumin. Në pare, udhëtari e ka të drejtën me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka të drejtën e shkurtimit të namazit, e që sipas hanafive është obligim e shkurtu, sipas të tjerëve është vetëm senet me shkurtu, por jo obligim, është lehtësim, rrëksa. Po ashtu, ka të drejtë me bë bashkë namazin, e drekës dhe të qindis, 2 nga 2 recate, dhe të akshamet dhe të jacis, 3 akshamet 2 jacin, qoftë në kohën akshamit qoftë të jacis, apo qoftë kohë të drekës, qoftë në kohë të qindis. Kjo është rregull e parim. Kjo është rregull që ka të drejtë robi me i bëvë namazet bashkë. E pastaj, simbas hapësirës edhe mundësisë që ka ai, simbas hapësirës që i ka, që i pet mundësia për më falë, edhe vepra. Nëse i pet mundësia me falë kohë të drekës dhe gjën hapësirë ma shumë dhe e hjek obligimin, e hjek borqen, për mos me rreziku dhe mos me pasat nga rkesë, i falë drekën dhe qindin, ka 2 recate dhe kry mesela përfundoi. Dhe më nuk ka obligime deri t'jen ku aksham dhe jacis. Po që se s'mundet në drek, i lem për i qindi. E pastaj për i qindi, të shku rrugës, nëse ka mundësi më nalë dikon për shalë më falë, elhamdulillah. Po që s'mujti më falë, se është për gutë, se është shi, se kur të knesat të shije të tjerë, edhe në farë mënyre detyrohet më falë të shtëpia, pasi që më në nxani qindin, para se prëndu dielli, në rregull, shkon të shtëpia, e falë drekën dhe qindin. A më qindin dhe me falë 4 recate, sepse kam rrinë në shtëpi, ndërsa drekën e falë 2 recate. Mundet edhe drekën 4 recate, por mundet me falë edhe 2 recate, sepse ka qenë, kur e ka pas bërë që një drekën, e ka pas 2 recate, dhe qysh ka qenë obligim që ashtu bartet, njëjta bartet, edhe falë tashmi qindi 2 recate, qindin 4 edhe kaq. Kemi telefonatën tjetër. Selam aleikum. Alo? Po e dëgjojmë. Me falni se... Po? Ndëgjani? Po e dëgjojmë, ordoni me pyetje. Po, mirë mbrëma. Kam një pyetje për Hoxhën. Kam 3 fëmijë, po një pyetje rreth fëmijëve pak më të mëdhaj, kam 2 djem, afër 10 vjet dhe 7 vjet. Dhe domethënë shumë më friksohen kështu nëpër shtëpi, sa jem duke qëndru për shembull me shku në banjo, me shku me marrë një gotë ujë apo diçka. Në veçanti kur bjen tere, domethënë, po edhe gjatë ditës. Një këshill prej Hoxhës, kështu domethënë kemi këndu dovë për fëmijë, lëshojmë rukje, dhe deri me tani kemi thonë okej, deri një moshë, po tash nuk janë edhe bashkë të vegjël, si që të sejka, ofër 10 vite dhe 7 vite kanë fëmija. Sa fëmijë ki? 3 fëmijë, po do me thonë e kam një krejt vogël, nuk ka pyetja për këtë, po 7 edhe 10. për këta më të mëdhaj. Në rregull, faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. 2 fëmijët janë 7 dhe 10 po tutën, sidomos kur Zakonisht fëmijët tutën sepse i tutin. Tutën sepse i tutin. Zakonisht. E friksojnë fëmijët.
Dhe këto është ajo pika e dështimit, në që të fush, jo krejt, që edhe neve, në kohë tonë, kur s'kem pas internet, s'kem pas televiziona këna pas na, po kallë që s'kem pas, po nuk ka pas këfar që ka se dalamet sene mi këqyr, edhe në atë kohë, na kanë tutë. E që ata tutë në kanë përdor si mjet psikologjik për më nënshtru në urdhrave të prindërve. Sa që të ka shti tut, me shku me qelë bënare, me zirë në këfoj natën, s'ke gëzu kur për jetë, sepse del nana bënarit hanë. Nana bënarit. Po të pej neve ta është dykun tjetër kanë thënë ndryshë ndoshta. Me shku në Kallamat që atje me nuk na i shtalp, rujset hanë, nuk dy që thesh në Herzemina, dy që thesh në farshperehje runa zëtë, ku i gjojshin, të nëse thmi i besejshëm, edhe të që më shumë Kallamaq, me nuk një kungull, dhe se dështalba, pik ditës, cili më natën, ose, më s'kalen e ka vorët, se dalin në dhëmpirat, ose këtë dy në dëshprehje, e udhu billa. Dhe të të njerëz me kalu ka vorët. Qka kje punë kështu? Qka kje punë kështu? Pra, mi ambil frige njerëzve. Ose atje për shambull konkret, kjo është mënyrë pak si abstrakte, po konkret atje që polici, që ka dhe policit, ka më thjerë policin, edhe eja bën fëmijët policin, runa zët, që më dhe gjahil, ja bën aramit përbetuar. Dhe fëmiju tani mërë tremu, i tutet gjithmonë policisë, tutet shumë i tutet. Në shën kamp, nuk në regull mërë e punë, është ata njerëz janë. Kështu që atëherë, lërë më tani, me këta farë telefona, shë këta farë filma, shë këta farë këtë dionë, fëmija shofin gjithë shka tuten. E përbani këta sepse mëselen e syshit për enja edukimit të keqë që nuk për edukani fëmin mirë. Ose fëmija fëmiju të më rëshma, nëse nanë se kam mësu, më falë, se kam mësu të baba i vetë, për mëse njani tjetërin. Njani tjetërin e friksan, dhe tani këj besan njani tjetërit, edhe tutet me flajt në dhomë vetën, pa me shku në pik ditës, a pik natës me shku në dhomë vetë. Së dhe që t'jetë bën me i fri motër, nuk prish po ne me fri fëmijut, po dhe të mi fole, me marrë në që s'ka kur gjë, mëse vë marake, me binë fëmiju kadar që nuk ka kur gjë, s'ka pëse tutet. Por, unë me ndaj që faktori kërësor është edukimi i keq, pitutëm në fëmin vetë, ose pëllëna me këshu internet që ka mos, ose fëmija me fëmi, po bojnë laft, lej, filmash, lej, gjanash, edhe përfitojnë frigën e runa zëtë. Po. Atëherë kemi telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishte aty përshëndes ju dhe hoxhën. Kam një pyetje për hoxhën, sepse është mundën. Po, patjetër. Ka dashur Allahu na ka sprovu, mi sprov, çish është humbja e vllatit. Na kanë rujit vajza në 19 vjeçare. Pyetja jem është, u ka në sprovu me hoxh presi ka lind. Po në fund, do më thonë, dikja erë me smundjet, filloj me smundjet barkut, po ka pasë dhe tjera probleme, që qenë mushknit të zemna. Ama ka pranu Allah, si shehet, qysh kam informata, e qysh kam ledzu. Elhamdulillah, jem si janë si bashorti, në rrugë Zotit, e kemi pranu si sprov të Allahot. Dhe të kemi thonë të Allahot, jemi ta kena më këthy. Është ka gjashtir humbje e vladit, po sprovet lumit Allah. Tasht ka herë pesha ndër qitë, kështë qitë pesha, po pesha ndër ka herë edhe me uje, pak që kjo po më
këtë fëmi po na kompenzon me njëherë me një fëmi tjetër. A është kjo si shenjë e turimit tonë edhe sabrit që pe bajna. Sa ai fëmiu kanë udhë Zotit, që ka shohëm na tasht vajzat e tjera, ajo kanë shumë në udhë Zotit. U kanë na si prindje na kanë shumë të kënaqur me ta. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Do të më ne këshillën e duhur të hoxhës. Allahu ju lutsoft. E ka ditë gjalla vajza. Vajza. Allahu t'jem tek Allah kemi më këthy. Allahu pas bë rahmet shpirt të saj. E pas pranuar veprat e mira. E pas fal gjenahet. Ja ndërqoft varrin, ja zgjeroft. E lehtësoft jetën vërreza, ja Rabbi. Asajnë edhe të gjithë muslimanëve, burra dhe gra, të cilët kanë vdekur duke besuar Zotin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak, xhenetin dhe xhehenemin hak. Allahu dhe neve, kur të vdesim, na lehtësoft vdekjen. E na mundsoft që fjala e fundit e jonja me qenë la ilaha illallah. Na lehtësoft llogarin në varr, e na zgjeroft varrin, na ndriçoft. Ja Rabbi, deka hako i mbotër. E Allah ka thënë kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta sheh vdekjen. Dhe ka thënë Allahu fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kur t'ju vijë atyre e gjeli, njerëz kur t'ju vijë gjeli, as shtyhen me vonë, as më herët. Në qatë minutë, qatë sekundë, do të me vdek. Dënjaje me që unë kam, nuk munden me zgat jetën. Kjo punë është të kryer. E kryer. E ne musliman të besoj. E tani, që qënë Allahu sebeb, smundje të ndryshme, sprovat ndryshme, nashta që me na letu pak, me na forcu, me na pregadit, dhe me na ngrit në dërejgje, që ta që sprovon. Kështu që Zoti juve, nuk ka pregadit para prakesht, e pas të kura ka marrë vladin, nuk ka që sabër, dhe ju këni bo sabër dhe bëni, edhe kjo është një përgëzim i madh, se keni dhamë provimin, dhe se i preq problemi madh në ditën e kiametit. E ilumi që bënë sabër, sprova në përgjithësi, e në sprova të vdekjes në veçanti. E që shtë edhe veç Allah për ju përgëzën, për ju gëzën, me një vlat tjetër që pja bjenë një jetë, elhamdulillah për Zotit, atë inshallah gjeni në gjenet. E dhimbjet që i ka pas, e smundet që i ka pas, pasrim i motër. Edhe nëse nuk ka shku shahit të Zotit, robe s'pastrohet. Robe robnesha Zotit, me dhimbje, me vujtje, me injekcione, me infuzione, me pagjëmsie, me s'pastrohet të Zotit shumë. Edhe jo të maj që hjeka pa ajo, por edhe familja krej që hjekën me të hargjohën, e prokopohën, e ngarkohën, e shqetsohën, tong të ngritën të Zotit lartë të bareke o ta'ala. Kështu që sprovën që a qenë Allah një individi, në mënyrë indirekte, Allah ja qenë këtë familjes, dhe dënë këtë familjen me ngritë Allah. Ti kofshin falë. E Zotit ka ditë dhe dinë, se te ato savapet e cilat i ke marrë me evladin tënë që ke bo sabër, nuk kishe mujt me marrë në formë tjetër. Andaj ta qeni sprovë të tillë,
që ty më të ngritë shumë. Më të ngritë shumë. Inshallah, Allahu ju bashkan në xhenet ya Rabbi. Amen. Po lexojmë edhe një mesazh të fundit për sonte, thotë selam aleikum. Prindi mi kanë vdek, qysh do thotë në moshën 15 vjeçare ku kam qenë unë. Të dy fëmijët, të dy prindet janë smur dhe unë isha obliguar të kujdesem për ta. Mirë, po thotë nuk e kam ndërprej as punën dhe as shkollimin sepse më është dashur të punoj dhe të shkollohem, por kam lënë mangu kujdesin ndaj prindërve. Në këtë rast a kam bërë mëkat. Është dash me la shkollën edhe punën që më kujdes për nënë e babë më shumë. Për nënë e për babë më kujdes, bëllë nuk bëhet kur. Kjo është e para. E dyta, për nënë e për babë do të më kujdes minimumi atë sa prindërit janë të kënaqur me ty. Me të kanë thonë prindërit bërë shkollën le. Se s'pëka kështë në kështu në marum. Po është dash me la shkollën. Por prindërit nuk të kanë thonë. Dhe ti e mundu mi bë bashkë, mes shkollimit dhe për kujdesin e prindërve, dhe ti vetë po thu dhe kjo është shumë logjike, që ndoshta nga pak nuk e mujtë me dole hakësh, e që i bje ka pak i ke hi në hakë, për inshallah së ke hi, për dire se ta kanë bëhë halal. Tepër është të rëndësishme, që fëmiu ta kuptoj se baba dhe nana jenë në razimet e. Jenë razi. Pra nëse është razi baba dhe nana, është të kënaqur, më thonë, ti njëherë njavë vjen të na bërbire, së në vjen ma shpesh. Po bile njëherë njavët, hajde, të me shku njëherë njavët. Po që se thëjmë, hajde bërbire për dit 5 minuta 5, shka për dit. Shka për dit. Slypin ma shumë ata. Dhe razien, thëjnë, s'ka vakt djali ma shumë rejt me neve, ka familje, ka punë, s'ka vakt. Po elhamdulillah, po vjen për dit, 2 dit, 3 dit, po vjen. Po kujdeset për neve, pa na pasrëm, po fshin, po. E rëndësishme pra është që prindrit me qenë razi me vlat. Dhe ti me bëta që ka mundesh. Me bëta që ka mundesh në raport me prind. Kaq. Kemi telefonatën e fundit, regjia. Po inkuadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, nëni. Naim, unë jam Hilmia Hyseni. Po. A jam direkt në emision? Po, jeni live në emision. Selam aleikum, vëllahin të ruhër, si a je mirë? Alhamdulillah mirë, shpesat jeni mirë edhe jo. Elhamdulillah, përshëndes hoxhën me selam aleikum me rahmetullahi berekatuhu. Po shkëlqeni, Allah ju ruajt. Amin. Allah ju ruajt. Ndeshta më të falemnderu Naim publikisht që për ftesën që ma ki bo në emision. Allah i shpërbleft. Amin. Gjëdhe. Allah i të ruajt. Dhe Allah i të adhash gjenetin firdaus ja Rabbil Alamin. Hoxhën e përshëndes gjithashtu për zemërsisht dhe i dëshiroj shumë shëndet edhe të gjithat mirat. Kom një pyetje për hoxhën, inshallah, aty hoxh ku u falshmi bashkë aty në xhamin atje, te e dim ku jemi fal, diçka më çuditi, nuk është diçka e resë edhe në Gjermani po ndodh, po diçka atje pak më shumë në Kosovë. Kur u thirr kezane dhe ikameti, ishin një 3-4 safa. Po kur jep ky hoxha selam, kur u kry ke namazi, kur u kthesha për mas, u bëshin dhe një 5-6. E tash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë se ai më i miri për ju është ai që fal namazin në kohë vet, e deshta një koment çfarë trendi na ka ardhur tash për shembull secili penxen ose dytin ose tretin rekat. Jam kurreshtar me ditë nëse ka mundësi, Allah i truajt. Amin. Deshta veç hoxhës më thonë se do më thonë kur të vjen kismet në pushim, që do më refuzuar, kom bu një plan tjetër të ri, një parking ish aty para shtëpisë të hoxhës, e unë kismet që aty ku me parku keren, që aty ku me flaj si del hoxha ku me pyet a ki kom për me dala jo. Inshallah. Faleminderit shumë, asalamu alaikum, natën e mirë. Selam, rahmetullahi, berekatuhu.
Allah e trujt, faleminderit, Zot e shpërbleft për shëndetje, për pyetje, për respekt ty dhe të gjithë muslimanët. Sa përket pyetjes së të nderuarit se po fillon namazi me një saf e pastaj kur po jep imami selamin po bëhen 3-4-5 safa të tjerë dhe se namazin kohën e vetë është namazi më i mirë. E këta të falë në kohën e vetë, krejt të të falë në kohën e vetë, edhe ti që falësh në safën e parë, edhe i në safën e dytë, edhe i në safën e tretë, edhe i në safën e fundit, krejt këta janë duke falur në kohën e vetë. Kështu që kë hadith nuk përshtatët këto, por përshtatët hadithin që tërgën për vlerën e safit parë. Për shembull, ka disa hadithe ndërto khairu sufuf ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, khairu sufuf an-nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Safi më i mirë i burrave është i pari, më i keq i fundit. Safi më i mirë i grave është i fundit, më i keq i pari. Dhe hadithe tjera që tregojnë për rëndësinë e safit parë. Pastaj është meselja edhe me zanë tekbirin fillestar bashkë me imam. Kështu që vllaznia të cilët vi pak më vonë e humbin sevapin e tekbirit fillestar, e humbin sevapin e safit parë. Por e nxojnë safin e dytë, e nxojnë recatën e parë, anëpse mas tekbirit fillestar. Andaj nuk janë të rangut të atij që falë në saf të parë edhe me tekbirin fillestar, por janë nënta me sevap. Megjithatë sevap kanë, elhamdulillah. Ashtu nuk mujnë me marrë tekbirin fillestar bashkë me imam. E mira është ashtu, nuk diskutohet ta. Nuk diskutohet, por është vështirë. Veçantina për xhamia tona ku pak po presin. Nuk po presin shumë. Që me dhanë hapësirë me shkue herët në xhami. Po. Thot përshëndetje, kam një pyetje për hoxhën, thot nëna ime është e vjetër në mosh, e ka penzinë vet, por është duke ruajtur, thot se ku të vdes, e po me jam të kryet me parë të mia. Mos të ngushtohen të djemt e qikat, edhe pse kanë fëmija do thot i kanë punë mirë, ajo pse sadaka ka pak shumë radhë mirë, po ajo do thot shumicën e parëve po i ruan për shkak se dëshirojnë që pamja varrimi më kry me parë të saj. Allah e pagu dhe shpërbleft. Allah e pagu dhe shpërbleft, ja Rabbi, po, mirë shumë. Shumë mirë, Zoti e rujtë, e paguft. Djemë me të regu tjere që ketë që pa hanë që apini këto, është me parët nanës temë. Djemë tani me dhanë sadak për nanë. Kanë ku me dhanë bëllë? Sadak për nanë. Atëherë kemi një pyetje të shkurtër, se ka mos një përgjigje sepse jemi në fund, thot a ka përgjegjësi burri nëse gruaja nuk e fal namazin me rregull? Po ka. Ka përgjegjësi atë sa ka autoritet e gruaja. E që do të pas autoritet. Pa sepse Allah ka thënë ja helidhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju musliman ruani vetveten dhe familjet e juaj nga zjarri i xhenemit, e familjes gruaja. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej jush është çaban dhe do të përgjigjet për atë që është përgjegjës për të. Wa rajulu ra'in fi baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Njeriu është përgjegjës, është çaban i shtëpisë vet dhe përgjigjet për shtëpinë e vet. Përgjigjet për grua, për fëmijët që kanë në mbikëqyrje. Ka më përgjigj, natyrisht, po. Ndërqofsh, faleminderit. Dëgjues të shikues të tërës, kaq për emisionin e sonshëm, e priza është nesër nga ora 12 deri takimin tonë të radhës Mirëmbëjtje.